Sigurisht se adresën më të mire kemi tek Mufti i Kosovës. A mund na thoni kur besimtarët islam në Kosovë do ta festojnë apo do ta kremtojnë këtë festë? Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër e motra besimtar. Bazuar në kompetencat e mia si Mufti i Republikës së Kosovës, njoftoj të gjithë besimtarët e besimit islam në Kosovë dhe në mërgatën tonë shqiptare, se dita e parë e Kurban Bajramit është e premtë 26 tetor 2012. Ky qëndrim u muar bazuar në ditën e Arafatit, e cila është edhe përcaktuese e ditës së Kurban Bajramit, me përgjegjësinë më të madhe para Allahut dhe para besimtarve. E lutim Allahun që të i pranoj adhurimet tona.